Jam i lumtur që kishte një reflektim pozitiv nga partitë e tjera në përmasën e konsiderimit, madje edhe pjesëmarrjes përjashto partisë së parë, e cila nuk ishte as pozicion të qartë, por as ide të tjera se si të dilet nga kjo gjendje. Siç kemi thënë deri më tani, insistimi në ide paraprake, pra në dëshira partijake pa shumicë parlamentare, sjell gjendjen e ngërshit politik, dhe ky ngërsh politik është i dëmshëm edhe për Kosovën, por edhe të ardhmen euroatlantike që na kemi përpara. Tani do të takoj dhe kryesinë e partisë, do të kemi edhe një deklaratë politike të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në situatën e tanishme nuk jemi as interesuar të vazhdojmë tutje edhe me cirkun e çdo 48 orëve të mbledhjes. Është mirë që sa më parë presidentja të shërtoj me kalimin e kohës edhe dërgimin e kësaj çështje në gjykatën kushtetuese në mënyrë që të bllokohemi nga ajo situatë. Që dallimet janë të qëndrimeve politike. Pra, nëse nuk ka lëvizje politike, instrumenti i takimit është i padëveshëm. Kot takosh nëse je për të përsëritur gjërat e njëjta siç i jep në paramediave. Takimi duhet të ketë kuptim nëse ka gatishmëri politike për të gjetur një zgjidhje. Kjo gatishmëri nuk u dha sot.